Dakor, unë mendoj që pritshmëritë të ishin. Në aspektin profesional, Shqipëria mori atë që normalisht gjithë mendon që do të marrin, sigurisht që pretendoshin me bën një performancë më të mirë në Wembley, sepse jo vetëm se ishte ndeshje prestigjit, jo vetëm se ishte me një kundërshtar tepër të rëndësishëm, siç është Anglia, por këto ndeshje janë ndeshjet që normalisht ti mund të rritesh si kombëtare. Sigurisht që këto ndeshje janë ndeshjet që ti ke një lloj njësie të madhe se me kuptu se ku je në nivelet me këto kundërshtar serioz që janë rregullisht në Kupën e Botës. Por mendoj që nuk tregum vlerat e një skuadër solide, nuk besoj gjithë e pam që ishin një skuadër totalisht inferiore, ka si një kundërshtarit si që është Anglia, pra unë mendoj që ajo paraqitje ishte një paraqitje shumë e dobët. Mirë, ndërkohë, Rudi, megjithatë përpos gjithë këtyreve që ne padyshim mund t'i evidentojmë si faktor i jashtëm, le të themi kështu, ose çfarë mund të shohim në fushën e Blert, jemi edhe tifoz të gjithë dhe një ndeshje e cila do të jetë në qershor, padyshim që do rezervoj emocion jashtëzakonisht madh edhe për tifozërit. Flasu për përballjen me kombëtaren e Serbisë, që në fakt është një kombëtare me lojtar cilësor dhe të mirë. Si e parashikoni këtë përballje? Unë shikoj si është një ndeshje flak. Kupton, deri tani me Andorrën ishte një ndeshje me Anglinë ishte ndeshje me tym, si thosh. Me Andorrën nezën pak atë qirit, po me Serbinë duhet të ketë flak. Domethënë flak në kuptimin e mirë është fjalë, si në aspektin psikologjik duhet të jena shumë të fortë,